të jetë kjo telefonata që ndryshon rrjedhën e luftës në Ukrainë? Presidenti rus Vladimir Putin dhe amerikan Donald Trump zhvilluan një bisedë telefonike mbi një orë ku diskutuan mundësinë e arritjes së një zgjidhjeje diplomatike për konfliktin në Ukrainë. Sipas Kremlinit, Putini rikonfirmoi gatishmërinë e Rusisë për negociata, ndërsa biseda u përshkrua si profesionale dhe shumë konstruktive. Vetëm pak orë më vonë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky zhvilloi biseda me presidentin francez Emmanuel Macron dhe më pas me Donald Trump. Zelensky deklaroi se ekziston një perspektivë konkrete për t'i dhënë fund luftës, por theksoi se Europa duhet të jetë pjesë e çdo procesi diplomatik, jo thjesht një spektatore. Luftimet vazhdojnë. Ukraina goditi me qindra dronë në territorin rus, përfshirë një terminal nafte pranë Shën Petersburgut, ndërsa Rusia vazhdon sulmet në front. Dhe liderët pritet që takohen gjatë samitit të NATO-s në Turqi, ku mund të hidhen hapat e parë drejt negociatave më serioze që nga fillimi i luftës.